Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Një pyetje thot, a lejohet përdorimi apo vendosja e enëve të arit dhe argjendit në shtëpi për zbukurim, për dekorim? Vendosja e enëve të arit dhe argjendit për zbukurim, për dekorim të shtëpiave, shumica e dietarëve mendojnë, pra mendimi i gjumhurit të dietarëve, mendojnë se është e ndaluar dhe një gjë e tillë nuk lejohet. Mirpo, sipas mendimit më të vërtet dhe më të saktë të dietarëve, vendosja e enëve të arit dhe argjendit në shtëpi për dekorim, për zbukurim, lejohet dhe nuk ka asgjë të keqe në të. Nga se ndalesa e cila ka ardhur në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam bëhet fjalë për ngrënien apo pirjen në enët e arit dhe të argjendit. Allahu e din më mirë.